jam prek shumë për fjalët që i kanë thonë. Vajza është dhunon nga ish kunati dhe ish kunata. Në qoftë që unë e kom dhunua, si na e dhe një vetë Shqipëria me vllajën tem? Ish kunati ka ndërhyjë çdo lloj muhabetin. Kaç mund t'i kem thonë, pse se pas të shpinë një gjë? Edhe ish kunatën. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të hap dritaren për një zonjë e cila është nën, vjerë dhe quhet Fatmira. Zonja Fatmira kërkon të reagojë pasi ka dëgjuar ish dhëndrin i cili ka akuzuar vajzën e saj që është larguar nga ai, janë divorcuar dhe ky baba nuk ka pasur kontakte me të birin. Zonja Fatmira sot do të tregoj versionin e saj, unë hap dritaren dhe e ftoj. E dashur Fatmira, përshëndetje. Përshëndetje, urime për emisionin, Odeta. Të falenderoj. Ju jeni nëna e Blerinës, ish vjera Adriatik Gjonaj. Po. Nuk jeni mirë kur ke parë ish dhëndrin. Odeta. Po, të dëgjoj. Kur është dhënë emisioni, unë nuk kam lodhën shtëpi, se unë do t'u kisha telefonum. Por çfarë ka ndodhur Fatmira? Pse vajza jote ja pengon djalin Adriatikut? Odeta, në vath parë atë fëmijë që moshën 3 muaj e kam rritur deri në moshën 2 vjeç. Po. Adriatiku, jo se ka qenë djali keq, nuk ka mund me punu, nuk kishte ndërtime dhe punë si sot, nuk ishte e mundur ta mbante familjen, djalin e atij e kam rritur unë deri në moshën 3 muaj deri në 2 vjeç. Pastaj Odeta, Po. ata kanë marrë për Belgjik për azil. Nuk e di jam dëgjoj. Të dëgjoj shumë mirë, zonja Fatmire. Me dëgjoj. Kanë hikë në Belgjik në azil. Vajza ime ka qenë shtazan. Është dhunon nga ish kunati dhe ish kunata. Motra e burrit, motra ish burrit dhe ish kunati në Belgjik është dhunon vajza ime në mënyrë sistematike nga ish kunati. Nga Astriti? Nga shtazan. Nga Astriti? Të lundë. Po si kunati ka dhunuar kunatën? Ata thoshti se ku ishte shkaku. Po. Se pyeta vajzë, ku është shkaku? Masi ka lënë djali. Tha, më ka thonë ti. Dhe mami jot, keni gënjë vllajën tim. Shumë do ta kisha martuar me Belgje për dokumenta. Dhe më kanë nxjerrë me valizhe për jashtë. Po ajo 19 vjeç që nuk ka ditë shkote ta raportote se do të kishte hangër goxha buk. Nese. Vajza i ka nxjerrë fjalë pasi ka qenë shtat, pasi ka lënë djali. Po. Nuk tham se djali nuk ka qenë i keq, djali nuk ka qenë por i keq. As ish vjehe nuk është përzi. Kur nuk ka pas keqe. Keqja ka pas nga ish kunati dhe ish kunata. Ata e kanë dhënë vajzën dhe ata është rrahun nga të dy. Nga të dy është rrahur 3 herë. Edhe ish ndandri, ish burre ka rraf një herë. Vetëm një ka mundur. Po më habit Fatmira, në momentin që Astriti, ish kunati ka dhunuar vajzën tënde Blerina, por burri saj Adriatiku si ka reaguar, se nuk është normale vllajtë të rajnusën. Nuk ka reaguar asgjë. Martesën ja ka prish ish kunati dhe ish kunate se asnjëherë s'ka qenë tu prish. Kur? Vetë me dashuri u martuan ata. Kushti im si prind ka qenë, jo në Tropoj vajza ime nga Tirana dhe në Tropoj. Do të rrim me qira, do të ndihmojmë dhe e kam ndihmu. Kur vje puna, nuk e la vllai vetëm do të jetonin në Belgjik. Në Belgjik i përzon, sepse në azili nuk e fiton. Pastaj na vun një kusht. Vajza do të jetë në Tropoj. Por ama, unë do ikë në Belgjik, ish dhëndri. Vllai im i ka thënë, nuk ka martu me pleshtë tu, është martu me ty. Pastaj pleshtë për pleshtë reke pleshtë e vetë. Puna kështu ka qenë. Vajza ime ka thonë, unë do të ketë shkye, këtë si thotë, këtë nuk ka pranu më këthema. 100 vjetë ka thonë, unë nuk pranu. I ku këj muhabet, shkën Belgjik, ne 5 vjetë, jo nda në 2014 dhe në 2019 ka ardhë me një përmbarus dhe me një
policë zone. Dhe më ka thonë, du të shoh djalin. E dashu Fatmira. Djalin është t'ja pa aderesën, i kom bërë aderesë, rrugë Lagje, numër e Blerinës dhe numrin tim ka 14 vjetë se kanë 16 vjetë ma mirë me thonë. Son këtë numër kam. Dhe kur nuk i ranë në telefon, vajza ime nuk ka hik natën, për ka nahtë të dy bashkë, kanë hangër dalë, i kemi përcjell, pastaj i janë grinë këshpia e vetë me qira. Atë mje ka morë në qënë moshën 3 muaj, ku ka nahtë tonë ishte djali këtu, ka nahtë këtu, kanë dronë të krasanta për djalin, dhe kanë ik aty, kanë kap debatet, i ka thonë ma hish shafe vlajnë, rrethi nga ish punati. Pse ka vesh një fustan kush në fejesën e ish punatit? Pse ka vesh fustan kush? Po më habit, si dhe ka ish punati. E dashu Fatmira. Vajza ime nuk ka hik natën, po ka arditën në hëngër dhe darë. Vajza ime nuk ka martun kret java, se nuk ishte në kopës burri, pa martun kret 2 vjetë ka punon në fabrikë. Si sheni? E dashu Fatmira, më lejon të pyes? Po. Si është njohur Blerina me Adriatikun? Tani, si ta më një katunani, një fshatani, të dhe i veti Adriatikun nga rëboja. Ata u njohon vetë me njëri tjetrin? Ata dhe sot janë bashkë, po ish kunati me kunatin i kanë ndaj, kanë përshohë. Ata ndërhyshin çdo lloj muhabet, edhe kur ishin mirë, edhe kur ishin keq, ata do të ndërhyshin sëspa. Edhe kur ishin shumë mirë, ata do të ndërhyshin. Ish kunati ka ndërhyrë çdo lloj muhabetin, çdo lloj. Ai ka shkatruar. Drejt me thënë, ai ka shkatruar. Pastaj sa për vajza që nuk e shef, i ka thonë Adriatik ktheu, Adriatik. E shef djalja ka qitë në kamës, ka qonë djali, nuk e di e ka pasbo 2 vjeç, nuk i ka pasbo. Aty ja ka shit djali, i ka dhënë një 2000 lekësh me një lokal. Dhe kur nuk i ka ra telefonit më, kur njët në vetë. E dashu Fatmira, Adriatiku tërgoi që nusja e tij Blerina mori djalin dhe iku nga shtëpia dhe ju kthye nga puna dhe i gjeti derën e hapur të shtëpisë hapur. Unë e kam gjuar misionin. Po, zemër, e kam gjuar misionin, se çfarë ka thonë, ka hangër darkë ke shtëpia ime, ka hangër darkë ke shtëpia ime, tregoj vajza se si më kanë torturu, i kam thonë Adriatik, merre çelçin, i kam thonë dhe ik, i kam thonë. Pastaj rregullohi bashkë, se sune nuk rregullen të gjana. Ai ka shku, vajza ka netën. Jo natën, se natën nuk e kalojmë në si familje. Kur nuk thonë një gjë e vërtet aty, në emision e kam gjuar shumë mirë. Si fjalë e vërtet nuk është thonë. Asnjë vërtet nuk është. Por, Fatmira, dua të pyes, për çfarë u divorcuan ata të dy? Shkaku ishte dhuna? Shkak ishte dhuna ish kunati. E ka rraf ish kunata në lokal vajzën time. Por ish kunati dhe ish kunata jetojnë në Belgjik, ata u ndanë në Tiranë. Jo, në Tiranë janë nda, aty është rraf vajza, në Belgjik është rraf vajza, është rraf edhe në lokal në Tiranë, në Kamës. Por pse nuk e denoncojnë në polici dhunën, se është e tmerrshme? Po këto kishte, pa e ditë, po të denoncote, thotë kam ndarje, normal që të kishte ndarje. Dhe vajza ka maj për shumë 2 vjetë, kështu nuk ka dalë për kushe këtë gjo. Odeta, Angjë zemër. Me një fjallë, ish dhëndrim, ka telefonu, ka thonë vajzë dhe nuk ma ka hap telefonin. Kuj ka telefonatat që është dëshon sot është në kompjuter? Kuj ka telefonatat? Ku është one? Në me që, ku është në... A i nuk ka si informacion ku jeton Blerina. A i dyshon se Blerina mund t'jetë martuar dhe ka vazhduar jetën në Maqedoninë e Veriut, por a i nuk ka një numër telefonit të saj. Ja kom dhonu numërin telefonit në kretë 7 vjetë e ka kuku me një polis dhe përmbarosja. Unë i kom dhonu numërin e Blerinës, numërin im ka 16 vjetë, se unë nuk e kom dhëru, kanë pas numërin tim, kanë pas edhe vëllait tim, kanë pas edhe djalit tim, që sot njën në Itali, njën në Gjermani, ka pas numërin tim, kur nuk i ka ra njët në vetë. Kur njët në vetë, nuk ka bojsh zalë pas 7 vitesh. E qartë. Që vajzë ishte martu normal. Mirë, ajo ka jetën e saj, është e kuptueshme, pas një divorci edhe ai është martuar edhe vajza ju është martuar, por ajo që i lidh të dy së bashku është fëmia dhe ajo e ka bllokuar në telefon. Kur se ka kërkuar deta, pasha zotin nesër, atja pi firmën, pa fat që të hyet djali, për të gona, nuk jam as kusht.
Sa nuk ka Por një baba, kuptim që ti marrë djalin. një baba që vjen në live me Odetën dhe kërkon Tamam. të birin, e do, prandaj e kërkon, Tamam. sa i nuk erdhi kot për të bërë show. Jo, por asnjë gjë të vërtet nuk e kanë pol. Po ka thonë se ka hip për një javë, vajza ka punu 2 vjet në fabrik. Janë dokumenta në fabrik. Pas 2 vjetësh vajza martohet. 2 vjet në fabrik ka punu. Që 3 muaj atë fëmijë ka majtun. Që 3 muaj. E dashu Fatmira, sa vite martesë bëri Blerina me Adriatikun? Tani në 2013 janë martu këto. Po çfarë? 2 vjeç ka thënë djali për jam këto. Djalin e kam majtun që moshin 3 muaj. Pra, Që 3 muaj kam majtun djalin. jam darë pas shumë pak vitesh martesë. Po shumë pak vitesh, djali ka qenë 2 vjeç kur janë ndarë këto. Në 70 tani Odeta, 2014 janë ndarë, për 2019 ka ardhur me një përmbaruese dhe me një polis të zonës. Po. Ishtë Dondrin. Po, Dhe më thot, du të shoh djalin. Thash ti e ke ndërtu jetën dhe e ka ndërtu jetën akoma pa nda me vajzën time me letra. Ata kom plotësisht të qartë. A kupton? por si do që ti jetë, ai është babaj. Ka të drejtat e plota mbi atë fëmijës, është babaj biologjik. Normal, është e vërtet. Odeta, kur nuk e ka kërkuar, në 2019 e ka kërkuar Odeta, që unë i kom thonë numrin e vajzës, edhe numrin e lagjes, edhe adresën e lagjes, dhe numrin e kom thonë të gjitha. Ai kur nuk ka bën, ka 7 vjetë ka ardhur në shtëpi time. E dashu Edhe kush u Fatmira, bën gjallë. unë dua të tregoj me sinqert, unë nuk e mbroj fare Adriatikun se nuk e njoh kush është Adriatiku. Më mirë Jo, kuptoj është për këtë njoh, pjesë. asnjë. Nuk mbroj as vajzën tënde Blerina, por duhet të dish një gjë që vajza juaj ka shkelur një vendim gjykate, sepse ata janë divorcuar dhe gjykata i ka dhënë të drejtë Adriatikut të takojë të birin. Ashtu është, e vërtet. Dhe vajza juaj vërtet. e ka nxjerrë atë fëmijë jashtë territorit të Shqipërisë pa një prokuror të babait. Normal, e di shumë mirë çfarë me bën, ku me lën djalin ajo, ma lita mu ma la 2 vjet, tani Jo. nuk isha si me majnë një fëmijë. Jo ta linte ju, se është nëna dhe ka ajo të drejtën kujdestarin ligjore për atë fëmijë, por mos t'ja pengoj babait. Jo, kur ta kërkoj dhe të japi prokurën që të shkojë vje djali, nuk jam as kusht. E ka thënë edhe vajza, kur nuk jam ajde se ka kërkuar Odeta, e ka kërkuar 2019. Kur unë i dhash edhe numrin e Blerinës, edhe emrin e lagjes, edhe emrin e qytetit, por ai u zhduk me kaq dhe nuk u bën kurrë gjallë. Fatmira, Kur nuk u bën gjallë. ai ka telefonuar, sipas Adriatikut, e ka telefonuar dhe ajo e ka bllokuar në telefon. Çdo telefonat, çdo është besoj se telefonat e Adriatikut, nëse është telefonon duhet të jetë diku. Po patjetër. Ka orë është, ku ta di unë ku të jetë. Sepse- Nuk ka telefonon kur. Sepse ai kërkon të takojë të birin dhe ka shumë vite që nuk e ka parë. Djali është rritur tani, po shkon 11-12 vjeç mos gaboj. Djali hyn për 13 vjeç me 17 gusht. Po pra, 13 vjeç mbush në gusht dhe ai baba ka 10 vite pa e parë dhe kjo nuk është e drejtë e dashur Fatmira. Ti je nëni e gjyshe, ai fëmijë ka nevojë për babain. Po shtit, po ai kishte hallin në Belgjikë, është në 5 vjetë, në këtë 5 vjetë, dhe kërkojnë këtë 5 vjetë, ai kur se ka. Me një halë, më mirë me thonë, e t'japi prokurën që djalit mi e dali, lirishëm dhe nuk jam as kusht. A është e gatshme Blerina të hapi telefonin? Blerina? Po, vajza juaj. Po, Blerina hap telefonin, Nëse unë do ta marr dhe të bëj ndërmjetësimin mes asaj dhe Adriatikut, ajo mua do më përgjigjet? Unë do të jap numrin e Blerinës. Po patjetër, dhe unë dua të flas me Blerinën. Të flasish me Blerinën se unë do ta çoj tu numrin e Blerinës, pa merak. E qartë, e dashur Fatmira, unë do flas me Blerinën, do flas dhe me Adriatikun, uroj që ata ta kuptojnë njëri tjetrin, secili ka ndërtuar familjen e vet, por për hir të atij fëmije të mirë kuptohen, ai baba të ketë kontakte me djalin, ai vetëm kaq kërkonte. Nuk kërkonte t'ja merrte djalin, vetëm të kem kontakte me djalin tim. Dhe kam një detyrim ushqimor që dua ta pagoj, tha.
Kur nuk e ka pagu Odeta. Unë i kam rajnë hem telefon ati, ka qonë mas me një fjallë, kur janë divorcohu, ka qonë mas 2 vitesh. Edhe unë punosh aty. Më thanë Adriatik, tapim llogari bankare. Ti duhet pagush për djalin 70.000 lekë, shka qonë? Sa ka vendosur Mia, nuk lidet me 70.000 lekë. Sot, as nuk lidet me 50.000 lekë sot. Am kupton. E qartë, por në momenti që ai nuk e ka takuar djalin, nuk ka kontakte, nuk ka se ti pagoj ato parak, s'ka ku ti pagoj. Ai prandaj kërkon të lidhet me djalin e vet dhe të pagoj detyrimin ushqimor. Odeta, kur unë i thash të hapi Lina llogari bankare që ti të pagush djalin, djali do të dalin takim, ti më tha mu, unë punoj vetë dhe nuk kisha nevojë fare. Tha ti do të marrish parat e mia, më tha. A kupton? Ashtu? Kuptoj. Po, e mirë thash. E dashu Fatmira, nëse do ta kishe përballë Adriatikun, do dohet i thoshe diçka? Këtë fjalë që ti kom thonë ty, unë jam thëmë pa hiç që kur se ka kërku djalin, vetëm një herë ka 7 vjete. Ka qënë, tu bo 8 vite bile, ku ka ardhë këtu. Edhe unë i kom dhanë numrin, unë ja thëmë në sytë, kam dhanë numrin. Dhe faktikisht, e ka hudh një pimë që dhe të pague. Unë kam hudh pimë si gjyshe ati, që unë dhe ta sjell djalin që ti ta shohish, ti të pagush. Kështu e kemi lonë. Me përmbarusat dhe me policinë e zonës. Kur ai hiku në Belgjik, hupi. Kur ka dalë para 3-4 dite këtu, unë nuk e pash emisionin, ku më thonë nuk shumë, e mirë, i thash, pash një qike emisionin, u fota pash në YouTube, asin që majë vërtet, ka hik natën, ka gris fotot, a i ka arme qitë vajzën, unë nuk kom bom dark, i qitën fjallë që ishin gritë në Belgjik, i kështë ratë, jo vesh vajzën time, e kështë ratë vlajve të dha, tonë ka që i ullët ta, ambje këtë shumë për ta se a jashkatroj vëzaj, jashkatroj martesën, a shumë i urtë, shumë i Vlaj Adriatikut ka raur dhe vajzën tënde dhe dhëndrin tënd? Po, ish, konati e vajzësime, po, njën herë, po 100 herë, unë kam edhe dëshmitar që nuk du mi hinë thellë me mërzit atë person se jënë he po 100 herë. Vajza ime me 7 zonëra. Dhe ja kanë marrë valizhat, ish ponati ja ka qitë pjedera në Belgjik, po ishte fëmijë 19 vjeç që s'më përvesh. Nuk disha ku me shku mamta, nuk disha se ku policia, nuk disha në gjumë, nuk disha në gjumë. Ajo është torturu. Nëse vajza juaj është torturuar dhe është dhunuar nga ish kunati, ajo nuk nda fill sa i e dhunoj, ajo qëndroi dhe një kohë tjetër me burrin e saj. Kur erdhi në Shqipëri, Blerina me Adriatikun, por edhe kunati saj Astriti, ju nuk folët me këtë njëri që u kishte dhunuar vajzën, që për çfarë e dhunonte vajzën, dhe ç'pun kishte Astriti me vajzën tuaj? Vajza juaj kishte një burr. Kemi fol dhe na ka kërcënuar. Ju më keni gënjë vllajnë, unë kam pas plan me martu në Belgjik, ju shu desh. Dhe djali im që ishte me fjalë 14 vjeç, ishte djali, ishte fëmijë, martoi tha, ke thirr vllajnë ta. I tha djali im po ishte 14 vjeç. Dhe kështu me një fjalë i tha, Lina ishte thënë, ma hish vllajnë nga shafa, se s'po nalin. Nuk kam qa mi bon, gjithmonë ka qonë viktim. Gjithmonë viktim ka qonë. Ish vjerën nuk ka përzi. Me qonë unë akuzoj ish vjerën. A më tonë? Nuk e akuzoj. Nuk e akuzoj. Nuk ka ndërhy. Atë si familje nuk ka ndërhy. Gjithsesi, ju i hodhët poshtë të gjitha ato deklarata që Adriatiku paraqiti në program dhe ju tregoni që ai nuk e ka kërkuar asnjëherë të birin. Një herë e ka kërkuar në 7 vjete, ka ardhur me përmbarusën dhe me policin, nuk e mohoi ato, ka ardhur në shtëpi time. Por që ai takim nuk u realizua. E dashur Fatmira, unë falenderoj që ti reagove, do pres të më dërgosh numrin e Blerinës dhe do bëj të pamundur të flas me Blerinën dhe Adriatikun për të gjetur një gjuhë të përbashkët dhe për të bërë unë ndërmjetësuese. Dëgjoj. Odeta. Po. Gjë e nderuar. Ti, një gazetare shumë e nderuar je. Po ti ndërmjetësimin që djali duhet ketë prokurën, pa prokurë, si të hynë Shqipëri dhe si të shpjegë e ama. Po, ky është ndërmjetësimi, tani djali jeton me Blerinën. Djali jeton me nonën e vetë dhe jetoj
Djali me thonë të drejten, Odeta, është 13 vjeç është burr, që moshën 2 vjeç vajza o marto, pas 2 vjetësh u marto. Ai djali nuk e ka iden kush është babai biologjik. Ai djali është i lidhur shumë me burrin e vajzës. Ai djali ja kena thonë, jo unë son nga këtu nuk mund çfarë ti thom. Vajza i ka thonë, Mehmeti për burrin e vet, të ka arritun. E I ka thonë për ish burrin të ka lindun, ti e ke baba, të dy ke baba i ka thonë. E kom gjuhon në telefon ishta në dëgjim të shfar fletë ajo. A i ka lind, këtë ka arrit, ata ke baba, duhet të dy tim bash. Djali ka bon, no, me te zeza. E qartë. Nuk e di se kom dy baba, unë kam qëtë baba. Është i lidhun dhe është, nuk e di, jo, kush e detyro djalin që ti flasi, unë kam qep se djali ish dhodri është viktim, vje shumë keq për të, viktim është, besohe, po tjetë viktim djalin, të në vite shumë keq, që unë kam martu djemë të një, kam kupto, shumë keq të në vite. Mira, e kuptoj, ju akuzoni vlajnë Adriatiku, që a i shkatroj martesën e vajzës tënde, dhe... Edhe ish kunatën, ka vajzën time për një fustan, kush pse ke vesh fustonin e kush, një ish vesë ish kunatit, vajzës, që të ndukesh me mishton, a kupto tani, ku ka arrit puna që respekti, që dashurie kishte vajzëme që tjetut e në familje. Drejt të thonë, nuk hip kush, e nderuar, nuk hip kush prit mirës vetëm prit keqës. Vajza ime është atun kretë 2 vjetë fabrik, ku se ka punun? 2 vjetë ka punun fabrik, ku se mbalies? Nuk e qëtë në kohë për në kretë tjavës më martu vojë. Dhe me nga sa mashtrimet, sa rena nuk bëjnë, sa duhet pak me lezet. Kanë dalë asni vërtet nuk kanë tonë. E para ka dalë notët, ka hi. Jerë me hongër dalë, mishtë në vajzën time. E dyta ka bisë fotografit, që sa bon kur. E treta ka thonë, kompanion në shpi, e ka qonë në fabrikose, se ma kom modern që 3 mush, ato abdorë, si ishim me qira, ndërtimet nuk ishin kërkun jo si sot, në ditë punote dhe s'punote, jo se s'donte, po s'shat bonte. Nuk e di, më kanë qëna të turpshme. Që është me të në kretë javës, nuk i binin kopësh burja së në kretë javës. Ke 2 vjeteve, o me të vajza. Vajza djali normal që do të merte, unë e di së shke dhe di që është. Të të rinë të djali, me të mu. E qartë, ju jeni nëna e Blerinës dhe është e kuptueshme që do mbrosh vajzën tënde, por po të flas dhe unë shumë hapur, më duket e pa kuptim që ti jetosh me burrin dhe ta duash burrin tënd se ti thuaj që dhëndri ka qenë i mirë, ish dhëndri, ka rënë viktim. Sepse ishte vllai i tij jetonte në Belgjik, ata jetonin në Tiranë. Nuk dinin ata të menaxhonin jetën e tyre? Pa fjalën e vllajt, ai as buk nuk hante. Ai vinte shpesh, ai thirri në Belgjik, në azil, ai torturoi, ai thote do të bësh si stamu, ai ti do vish në Belgjik, ajo do të rinte me plesh në Trapoj. I tha vllaim, do të vije me ty në Trapoj këtë jesh ti. Jo me plesh tu. I ka thënë vllaim, jo me plesh tu. Po me ty, ti në Trapoj, që në Trapoj, ti në Belgjik. Jo, unë të shkoj në Belgjik, dhe që të rinë Trapoj, dhe të thëtë dina vetë, dhe të në shqit Adriatikut, unë për vete, kjembat për balë, i thamë, ankje, besej se nuk i më hërë. Unë uroj dhe shpesoj që Adriatiku dhe Blerina të gjejnë gjuhën e përbashkët, Adriatiku të flasi me djalin në telefon, të japi prokurën që djali televizilishëm të pagoj detyrimin dhe se cili të shkoj jetën e tij dhe fëmia të rritet me dashuri se ky është qëllimi. Tamam, ashtu është e vërteta, po është e vështirë është djali tani, se kur bin djalin se djali është gozha, djali po t'ishte që nga fëmijëria, mati den, me një fjalë, po tani është shumë vështirë, djali hy për 14 vjeç. Shumë vështirë. Një fëmijë që nuk rritet me babain, sigurisht që nuk ka dashuri. Kjo është e kuptueshme, që ai ka dashuri për një tjetër person, ai që e ka rritur. Kjo është normale. Është e vërtet që ai që e ka rrit është njëri shumë i nderuar, një zotëri shumë i nderuar që din të se kush është familja, të vlerësoj familjen. Më vjen mirë që vajza juaj jeton mirë dhe është e lumtur, por djali nuk ka ardhur asnjëherë në Shqipëri që në momentin që ka ikur. Jo, nuk ka ardhur djali. Blerinën i kishte shkru, Blerinës i kishte shkru vajza e ishkunatit në Belgjik,
Edhe I kishte thonë, dum të flasim me djalin. Blerina të tipo një qik, hajde ka thënë, Erenis, hajde kodi kushirës. Nuk ka pranu djali, se është e vështirë djalin me vind tani. Djali, ti për 14 vjeç. E qartë, është një moshë delikate. Ka tjetër shoqëri, ka tjetër vend, ka tjetër me një fjalë shumë larg nga këto, shumë larg. Pra, ju po më tregoni që Blerina nuk e pengon të birin të flasi me babajnë dhe njerëzit e babait, por është djali që nuk I njeh dhe s'ka dashuri për ata. Ja. Po një diçka, ati ish dhëndrit tim një pyetje, po ta kem për ballë ja bëjmë. Am kupton. Kur vajza imi tha, ktheu për hir të djalit. Le mos kemi dashuri me njërin tjetër, no. Ktheu për hir të djalit, dashurinë marr për vllajën ta dhe për motrën. I ka thonë kur, nuk kthehem. E pranu Adriatiku atë fjalë, po nuk e pranuar. Adriatiku e ka pranuar, pas 3 ditëve që ajo iku, më kërkoi rikthim dhe unë e refuzova. Është e vërtet. E pranu se ka rrap ishkunati Blerinën 2 herë. Kjo është skandaloze, këtë nuk e ka treguar, por kjo është skandaloze, nëse Astriti e ka dhunuar Blerinën, është skandaloze gjithë kjo ngjarje, nëse është e vërtet. Gjithsesi, e dashur Fatmira, unë të falenderoj që reagove, do pres të më dërgosh numrin e Blerinës për të lidhur me Blerinën. Patjetër. E nderuar Odeta, kaq kisha, e vërteta, kështu më është pasha që zot të dy që unë aty kam në Gjermani më mashin gjallë, asnjë fjalë se ke gënjeshtër nga unë duhet 12 muaj të sajoj një gënjeshtër, më duhet. Kur se ke një gënjeshtër në fjalët e mia. Kur? Të falenderoj Fatmira, mirupafshim. Mirë dashur miq, e dëgjuam zonjën Fatmira, e cila ngriti një lum akuzash jo kundër dhëndrit, por vllajt të tij Astrid Gjona, I cili jeton në Belgjik. Unë në fakt në këto momente nuk do të marr Blerinën, dhe pse numrin zonja Fatmira ma vuri në dispozicion, por do marr Astrid Gjonaj, ishkunatin e Blerina Bruçit, për ta pyetur se çfarë ka ndodhur në marrëdhënien e tyre në familje dhe pse ai e ka dhunuar ishkunatën e tij. Kështu që hap dritaren dhe ftoj menjëherë zotin Astrid. Astrid, përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Si jeni? Mirë, si je ti? Si e kalon? Mirë, ju jeni në kërkim të nipit tuaj që nuk e keni takuar. Po, se 11 vite, ashtu sikur kemi folur çik bashkë. I dashur Astrid, unë ditën e sotme pata një kontakt vetëm përpara se të lidhesha me ju me nënën e Blerinës. Se unë nuk I njoh ata, veç Blerinën, unë rropa familjarët e sona nuk I njoh. Nëna e Blerinës, zonja Fatmira, ka reaguar dhe realisht më ka shokuar me atë që më ka treguar. Ajo nuk foli as një fjalë të keqe për ish dhëndrin e saj për Adriatikun, por tregoi se ishit ju shkaktari I ndarjes së atyre të dyve. Okej, se do të ndëgjoj. Ajo tregoi se kur vajza ime ka qenë në Belgjik, është dhunuar nga Astriti. Si është dhunuar nga Astriti, se Astriti e ka çuar në spital, e ka çuar nusja ime në spital. E kom çuar 2 herë në Francë me lypazet me gjithë vllajën tem. E kam prunë në Belgjik, e kena kontrolluar, e kena bom gjithçka, si kom dokumentat, I ko mamoja ime, si kena çuar te spitali, më kontrolluar fëmijën e gjithçka, si ka dhunuar Astriti. Astriti është ka 25 vite që jam I martuar me grua edhe kom 5 kalamaj kështu, nuk jam dhunuar I grova si kujna në botë. Astrid, po si ka qenë unë dua të pyes sot, si ka qenë marrëdhënia juaj me Blerinën? Unë për aq që më koro me një Blerinën, se unë Blerinën më koro me njoft, më najtë si kom najtë shumë, me ta kom najtë një 2 muaj ditë, më kena najtë nëjna në Belgjik, kurse në Shqipëri kom taku 2 janë. Jo, të për zotën he. Okej, se mund I kom po edhe mesazhe si ka shkrujt, kur e publikove ti mesazhet si mi kanë shkrujt e se nga mërë vesh I kom po unë nuk kom ofendu kënë Odeta, a mërë vesh unë I kom 5 kalamaj, nuk jom dhënus. Unë shokova, me thënë drejtën Astrid. Nuk jom dhënus, okej, ajo mu me thonë gjithë shka, a mërë vesh, po
Ajo nuk o do, ma që kur kem Belgjik, ka i ke ka najtë një vit Shqipëri, nuk o do që i dhënova une. Vjekesh, a? E qartë, unë u shokova kur ma tha dhe e pyeta. Ajo ka najtë një vit, mbasi ka i nga Belgjika, ka najtë edhe një vit me vllajën tem. Atë një si najtë ajo, në qërë që unë e kom dhënua, si najtë edhe një vit Shqipëria me vllajën tem. Unë u shokova kur ma tha dhe e pyeta që kush ishte shkaku i dhunës dhe ajo më tha një arsye që Astriti kërkonte ta martonte të vllajën në Belgjik për letra dhe jo të martohesh me Blerinën. Dhe ky ishte shkaku që nuk e donte. Jo, zot. Po si mora unë atë një Blerinën, si mora Blerinën me odën e punat me na. Kurse Odri është i majtu me Berge, Odri s'ka Berge, Odri është i majtu me gruën, dhe jashish edhe gruën Odrit. Odri ka gruën nga Tropuja, e rrinë në Shkodër, në Bushat, Odri ka gruën shqiptare, nuk është që ka në Belgjik, masanena është ardhë, Odri ka punuar në Belgjik, në Zezën, po Odri s'ka pas djetra Berge, kur? Por ajo që majtu me Berge. Ajo që mua më erdhi keq në të gjitha të rrëfim që bëri zonja Fatmira ishte se vajza e saj Blerina nuk ishte dhunuar vetëm prej jush, Astrid, por dhe prej gruas tuaj, pse kishte veshur një fustan të kuq. Të paktën këto ishin pretendimet e saj. Okej, Odeta, zura, unë nuk i kom ato dokumentet që ka qu nusja ime me kontrolu e renisin që është sot, e ka qu të spitali, kur do të vinë Sabria, mamoja ime, do t'i morin letat. E si dhënoj gruja ime. Kjo është, për zote më ka habit, po me gjitha ta, unë me kon ka ishte sy me sy, unë do të thome unë, a më vesh, unë nuk ofendoj, kam a më vesh se nuk e kom atë kulturë të sojna, edhe më vjekesh, si nuk i kom mesazhe që mi ka shkruj vllai i Blerinës, si më ka shoh në mënyrë më të çuditshme, edhe nuk shoj kono Odeta, nuk jam unë jam familjor. Po si jemi këtu, e qartë. Nuk është etike, si jemi këtu të shajmë, të kuptoj për këtë pjesë. I dashur Astrid, unë fola gjatë me zonjë Fatmira dhe i kërkova që pse vajza e saj Blerina e pengon djalin të takohet me babain Adriatikun. Por ajo më tregoi që Adriatiku asnjëherë nuk e kishte kërkuar djalin e vet. Adriatikit ka tregu ti ku ka lyp djalin e vet. Ajo pretendonte që vetëm një herë kishte shkuar Adriatiku për ta takuar në 2019 dhe herë të tjera nuk ishte shfaqur më në shtëpinë e tyre. Ja, po si mu shfaqet deta, okej, si shfaqesh si mu ti me shku mu shfaqet une ku të zonoj, ku të shoj, ku të ofendoj, ku të kërcenoj, a mund vjeshti të une? I dashur Astrid, dua të pyes sot dhe të më tregosh të vërtetën atë që ju dini. Odeta, për kokë të kalamajve, se i kom 26 vjet, për kokë kalamajve s'ta keni një fjalë. Nuk kom sjell kur nda. Nuk ja kom thonë, mund t'ja kem thonë një fjalë. Jo më ofendue, mund t'ja kem thonë një fjalë që tash po hitet tema me gjithmonë, që në një herë kom konë të shtëpia në Bathorë ku jetojshin, edhe ankon një shtëpi, ajo si jetoj ka jo me vllajën tem, ajo nuk është normal, a më vesh. Pes, kaç mund t'i kem thonë, pse se pas të shpinet një gjon, po për dhunua, për kokë kalamajve, për kur, nuk mund t'laf Odeta. I dashur Astrid, nëna e Blerinës pretendoi që shkaku i divorcit ishte dhuna. Dua të pyes ty, pse është ndar Adriatiku me Blerinën? Çfarë dini ju? Jo, unë Odeta, më vesh. Se unë jam i kom senë të hapë, unë nuk ja kom frikën as kujt në botë, kom fol me ty, dëshira ta shohim djalin, se unë nuk i kom frikë as Blerinës, as mamës të asojna, as kujt në botë si kom frikë. Unë, jo, më vesh. Kena bon gjithçka çanshë mund të kom bon për vllahën tem, pas kom bon për Blerinën, kom bon për vllahën tem. Edhe unë kom qenë në virë, kom qenë atje. Edhe unë kom pas najtë të mutra ime, më shkuve me najtë të shpia e sajna, të vlaj, edhe ishin me halë, okej, aq kisha mundësi një muva se me, ma që jemi këne për Shqipërije, 2 muj, 3 muj, se në fa viti atë ku e do, se nuk e di me viti Odeta, edhe ajo ka ikur, as, si me ta thonë,
nuk mund me thonë për shembull e kena ka pas një moshkull tjetër, ose vllai jem, unë nuk e di këto, ndoshta ajo mund t'ja di vllajt jem, unë nuk e di. Destinë e tyne unë nuk e di o dita. Destinë e di që ata nuk mund ishin ka jetu në Tiranë, edhe sikur ka tregu vllai jem që bëj këtë 2 punë, edhe kanë kërkuar me se i kom kuptu vllajin, edhe ato, vllai ka pretenduar me ikën tropoj te babat e nona. Te familja. Këtu ka nis ai konflikti, se nuk mund jetoj ke atje jo që kesh lek, po ata kishin një pensione, si me ta thonë, edhe këtu ka nis ai konflikti. Atëni ajo ka ikur nga shtëpia, sikur ka treguar, edhe nuk ka thonë as si ka iki si s'du me i tërpoj, as si ka kërcenu Astriti, as si ka kërcenu Adri, as kush bot, as shduk. Për ta ngjelë jone, se unë dheja, se s'ka nëve me nuk e një odeta, i kom 26 vjeç për kokë kalamajve. Sepse, zonja Fatmira, sigurisht e kuptonte që vajza e vetë kishte shkelur atë vendim gjykate, ajo e kuptoi që vajza e ka nxjerrë në mënyrë ilegale djalin nga Shqipëria dhe jeton është e martuar në Maqedoninë e Veriut. Por ajo tha që babai nuk u kujdes, vajza ime do martohej, do vazhdonte jetën e saj. Jo, normal o djeta, nuk kem gjona për si ka vazhdo jetën e vetë. Edhe ka vazhdo jetën e vetë, ka edhe këtë 2 kalamaj, nuk e mu pas marrë vesh me ta, unë s'do kisha do në televizor, vje kesh o djeta, s'do kisha do në televizor, jo që kom në marrë, nuk kom marrë, sepse ta në televizor, që nuk kom ka bëndë shumë, ka kërkoj nipin tem, gjallin e vlajt edhe nuk e më hajsh, që ku që menë gjithë kush nuk e më bëndë vërë fare, do që e dhejnë shumë, ka marrë shumë kjo punë, edhe, po, ata ajo të vazhdojnë jetën e vetë, me burin e vetë që ka, nuk do me aprish jetën asojna. Gjallin, që ashtë jetën vlajt, të takojnë e vlajt. Patjetër, ai është babai biologjik, ai ka një vendim gjykate që i është dhënë drejtat e takimit të paguaj detyrimin ushqimor dhe ka të drejtat e gjithë kësaj bote të di ku e ka djalin dhe të ketë takime me të birin. Në këtë rast është nëna që ka shkelur vendimin e gjykatës. Por, si pas gjyshe së djalit, zonjës Fatmira, djali po mbush 14 vjeç. Po. Dhe ai sot refuzon të takoj babain e tij, sepse ai është rritur nga një person tjetër, nga partneri nënës së tij, dhe quan atë baba dhe refuzon djalit të takoj babain. Okej, ajo me kënë, ty të mushet me aja që rezifon nuk ka se një kalama me taku babën e vetë, pa ai nuk e di që ka babë, në rrëdhë, po ai nuk e di që ka baba fare. T'jem sinqet, ha? T'jem sinqet. Si pas Fatmirës, djali e di, pra nëna e ti Blerina ja ka treguar këtë gjë, madje ajo tha që Blerina nuk e pengon. Nëse ai do ta telefonoj, le të flasi me djalin. Nuk e pengon djalin të takoj, por djali duke ditur që është rritur pa babain, pa dashurinë e tij, nuk e njeh dhe refuzon. Dhe normalisht i dashur Astrid, kaq vite pa e parë babain, nuk e njeh, mund ta ketë ai të vështirë. Dhe duhet një kohë për të bërë ai atashimi mes babait edhe djalit. Por gjithë problemi është që zonja Fatmire kërkonte një prokur nga Adriatiku që djali të vinte në Shqipëri, se djali nuk vjen dot në Shqipëri. Jo, djeta, tash okej. Si prokur, çfarë prokur e don? Atëre, i dashur Astrid, Blerina e ka nxjerrë në mënyrë ilegale djalin nga Shqipëria në Maqedoni. Kur ka qenë 2 vjeç. Dhe është martuar dhe ka kryuar familje atje në Maqedoni. Sot djali është 14 vjeç dhe djali nuk vjen dot në Shqipëri pa patur një prokur, një firmë të babait të tij biologjik Adriatikut. Okej, tash, odeta, po vjen të fjallë që po t'i thëmë, djali nuk di që që ka baba në Shqipëri. Jo, djali e di që ka baba në Shqipëri. Astrid, jo, më keq kuptove, më kupto drejt. Si pas Fatmirës, djali e di që ka një baba, por nuk do të takoj. Okej. Nëna e tij, ish-kunata jote Blerina, është e gatshme ta sjellë djalin në Shqipëri. Jo, s'është e gatshme, odeta, i kom mesazhet, merr vesh. I ka çu goca ime që i mush gati 18. Po, ma tha Fatmira që e ka kontaktuar nëpërmjet rrjeteve sociale vajza juaj dhe ajo e ka thërritur djalin dhe ai ka refuzuar.
Ja, ti kom mesazhet të deta. I shkrujti vajza ime, më tha bab, sa ti shkruj, si i ka filmu, i thash qiks, bo mi o foto mesazheve, edhe do t'i tregoj. Edhe i ka shkrujt qika, i tha, mund sa të shkasta me Renisin, ta ditë që jom... Kushurira. Po, jemi kushurira, se edhe, ja, tha, nuk bon t'laf, tha, me foli, ka mesazhet gjitha, edhe në fund mam, i shkrujti qika me fjallë mija, nuk e kom ofendu, se nuk ofendoj, o djeta, mune dhoni me thonë, më ka bon këto, më ka bon ato, nuk, unë s'du me gënyue, as nuk kom ofendue, as nuk kom sjell kur, o djeta, 26 vite i bona, nuk i kom ra një gruja, se nuk jom ai burë që i bie që sjell një gruja, kom 5 kalamat, kom gru në Belge, me paskona që jeke, që kur thonë ata, nuk ish najtë gruja ime me mua. E qartë, por Fatmira, unë i thash, do bëjt pa mundur të bëjnë ndërmjetësuesen, unë do flas dhe me Blerinën, ajo më ka vënë dispozicion numin e Blerinës të telefonit, unë do flas edhe nesër me Blerinën dhe sipas tyre ato janë të gatshme që djali të vinë në Shqipëri dhe takojnë babajnë. Unë do bëj ndërmjetësuesen dhe... Okej, o djeta, ku ta takojnë babajnë, që ata unë e dupi atyne ligjin që ja ka caktuar gjykata djalin me taku vllajan duhet ta takoj. Patjetër. Mos vjen taku mua ata. Mos vjen taku mua. Patjetër, por Astrid, duke ditur se ai jeton me nënën dhe nëna është martuar, jeton në Maqedoni, mund të gjetet një rrugë ndërmjetme që babai ta takoj sa herë vjen në Shqipëri apo vetë babai të shkojë ta takojë në Maqedoni, të flasin në telefon. Edhe kjo rrugë duhet marrë parasysh, më kupton, sepse vendimi i gjykatës e ka që babai ta takoj çdo muaj, por ndoshta në të tilla situata që ndodhemi është e pamundur, sa ai është në shkollë, jeton në Maqedoni. O djeta, okej, sikur të marrim një avokat, pra, që thuti? Por ndoshta me ndërmjetësim nuk ka nevojë për avokat. Ju jeni të gatshëm, kur themi ju e kam fjalën për Adriatikun, për vllai. Po Adriatiku, o djeta, unë e kom nisë këtë punë, kom nisë për ato, se më vesh, ai ta takoj ai sikur me taku në gjithë. E qartë, a është i gatshëm Adriatiku të japi një prokur dhe nëna ta sjellin në Shqipëri? O djetë, okej, ta që ku të epin për kurën Adriatiku, qa ndodhë masalena, si shkojmë të punë? Që djali mund të dhëtoj dhe të vi lirshëm në Shqipëri dhe të takoj babajin. Okej, o djeta, une do flas me vllajin, do flas me vllajin. Patjetër. Ne do flasim dhe në ditët në vazhdim, unë uroj të bëhet më e mira që Adriatiku të ketë kontakte me djalin dhe të bashkohet me djalin pas 10 viteve, se ky është gjithë qëllimi. Këtë dëshirojmë të gjithë. Kjo është qëllimi. Ne s'do m'ja prish jetën djalit. Patjetër, është e kuptueshme. Jam i sinqet, o djeta, po më dhon kalamaj. Tash sikur erdha unë me kalamajt e mi në Shqipëri, më prishet jeta kalamajve. Unë i kuptoj, sikur mos i kuptu vllajem, unë i kuptoj. Leta thonë ata, se për zotin mu ka bon, jam një bukur kesh, po ta më shprit nesh për fjallë që i kanë full. I dashur Astrid, çfarë do i thoshe nipit tënd? Nipit tem do ja uroj gjithë mijat e botës, sikur kalamajve të mi. Po ta më shprit nesh, po më bien lot, gjithë mijat e botës do ja uroj. As du m'ja prish jetën, ta më shpit njerë. S'du t'ja prish jetën, kom 5 kalamaj e di që janë kalamaj e di që është jeta, dhe nuk jam prek shumë për fjallet që i kanë thonë. Kurse djallit do ketë jetën e vetë, s'do ja prishim jetën, do të garantoj për kohë kalamajve se ja prish kush jetën, edhe vllajë, që do të bëhet? S'do ja prishim kush jetën, ka jetën e vetë, ai, edhe nona e tina, bravo e qoftë, nonë Sonja, bravo që ata që flasin fjallë, më të nushmet për mua, edhe unë prap nuk do rri qetë, jam i qetë, edhe asaj bravo e qoftë, që ka rrit djalin, ka bon gjitha sakrificë, edhe ka me thonë o tita... Por i shkrushkës Fatmirës, zonjës Fatmira që ta akuzoj, për atë ke një mesazh? Ja, pra ato, ajo që më lanë qitë, o dita, nuk kom unë, ato nuk e njofë, nuk e kom pa kur, o dita, ta më shpetlesh, nuk e kom pa kur, se kështu në kon jeta, në kon pa letra, atë i mua hen, në diska e tjilë, nuk i kom taku kur, familjarët e sojna, për jashtë a Blerinës. Edhe, asaj i thomë vetëm një shumë falenderë,
për gjithë ato që kom bon për gocën e sojna, unë nusja ime edhe me na akuzue, e kena qu 2 euro djeta, e kom pru me biletat mija, e kom qu në Francë, gati 1000 kilometra me ly pazili, kanë desh më ardhë, gjitha e kom bon që kom pas mundësi su kur motës teme. Po me gjitha ta, jo shumë faleminderit pisone. I dashur Astrid, ne do betemi bashkë në kontakt. Unë nesër do flas me Blerinën, uroj dhe shpresoj që ta takoni sa më shpejt Nipin. Okej, Odeta, tregoja Blerin thuj, nuk e me ardhë të ti për t'i prishë jetën Blerins ose djallit. Vetëm ke pas qef t'a dim që është gjallë, t'a dim ko ka bab, t'a dim që edhe një nga ka qaqqa, edhe t'a dim që i ka edhe nga ka një familjar, edhe jemi edhe nga për tonë për zotë, do bëjmë edhe nga ka tjenë për të bon, do bëjmë edhe nga për tonë. Jetën s'do me aprish. Ka shdi me të thonë. Do mbetemi në kontakt, uroj dhe shpresoj që Adriatiku, por edhe ju si Xhaxha ta takoni sa më shpejt Renisin. Shumë faleminderit Odita, respekt. Të përshëndes. Respekt Odita. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit miq që më ndoqët, deri takohemi nesër.